Në gjykatën e apelit për krimet e rënda seanca e fundit për rastin e Leonard Dukës, i cili akuzohet për vrasjen e ish policisë Santiago Malco, solli në sallë dëshminë e babait të tij Mohamed Duka. Në fjalën e tij, Mohamedi mohoi çdo lloj konflikti midis familjes së tij dhe viktimës, duke deklaruar se as Leonardi dhe as vëllai i tij Erlis nuk kanë pasur kur probleme me Santiago Malcon. Ai ishte gjithashtu se nuk kishte njohje personale me persona të tjerë që përmenden në proces, duke përfshirë edhe Ervis Martinajn dhe 2 persona me mbiemrin Mumayesi. Nuk kanë pasur konflikt personal me Santiago Malcon, Leonardin dhe Erlis. Nuk kanë patur asnjë problem me të. Nuk njoh Ervis Martinaj dhe nuk kanë pasur asnjëherë kontakte me të. Ai po ashtu theksoi se familja e tij ka një jetë të qetë dhe se vetëm merret me tregti. Sipas tij, djemt jetojnë të ndarë dhe merren me lojrat e fatit në mënyrë të lishme, duke paguar tatimet dhe pas sjell probleme në komunitet. Djemtë e mi nuk kanë sjell kurrë ndonjë shqetësim, nuk jam lënduar apo ofenduar nga askush. Aktiviteti i tyre në lojrat e fatit ka qenë i lishëm, nuk kanë pasur asnjëherë kontakte me personat që përmenden në media. Pas dëshmisë së tij, prokurori Behar Dibra kërkoi kohë për të përgatitur konkluzionet e aktakuzës, ndërsa gjykata caktoi datën 9 korrik për seancën e radhës, ku pritet të shqyrtohen prova dhe argumente finale.